ky mendimi ka o shumica, është ajo ku fitun krahë paqësor, të kujtohet me 70% erdhen këta, ku shka bojmë na, të gjithë përzi, atë bashkohëm, se bashkë bua ma mirë, demokracinë e shfrytëzuan dhe e na mujten. Po dhe mirë na kanë bua, aty pse? Na mujten sepse na i mësum për çdo periudhë të i falë. Vetëm, nëse unë e këshyrim veç familjarisht, nëse na këshyrim që kem falë, na 5 breza do është të falë. 5 breza na kanë shpionu, 5 breza jem torturu, 5 breza jem i vra, 5 breza kemi falë. E krymë faljen, që unë mendoj që ka qenë ndër faljet ma madhështore, edhe pse ka pas titullin hakmarrja të gjakmarrja, unë mendoj që ajo ka qenë për unitet, që prap jo në iniciator të burgosit politik, e ngajtën të rshë, dhe do la nga Raqa, do parashutista me more, po shkujt ashtë edhe libra për pajtimin e gjaqa, Shkrujnë ka pak, po për ka pak, po rajnë ka shumë, po shkrujnë ka shumë, dyjat po rajnë ka shumë, edhe gjithmonë na jo mendin dalin një fotografi ku do alaj. Së nuk rëllë heq koha ku është, apetit se atje aj lisi jo i 100 vjeq. Po lisi së nuk be aty. Po dhe nga të lisi duke që ko që i 100 vjetë aty, po nuk është ashtu. Po ja që edhe ne, shëqa, a do të me ditë faj ku sakë, po të thëmë unë e kom thonë privatisht. Shqiptarët kanë me bo këthes në të mire në dhëvët, kur kanë gudzim, forcë dhe vullnet me nga të regu se kush është heroi. Cili është dëshmori, cili është patrioti. Historikisht ne kem gabim. Nëse kem patriot Lojzh Gurakuqin, Hasan Prishtinë, Bajram Currin, Avni Rustetin, a i kem patriot? Po, mirë, e ta shqysh patriot, a me zogën si i vrau. Se kem edhe me zogën bust ngritën. E kem Canabek Kryzivën. I kem gjithë që ne i kanë vra, në tash heroj, i kem edhe vrasin, edhe të vranin. Ne duhet njëre për gjithmonë. Të definojmë. Nuk po du me përcaktu cili është. Po vetëm ta kem modelin se cili është adhetari dhe cili është heroj dhe cili është armiku. Vetëm kaq. Si e definojmë qëto? Historia jonë do të shkuat drejt.